dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Pika e parë e ditës është formimi i komisioneve parlamentare. Të nderuar deputet, sipas nirit 19 paragrafi 2 të rregullores Kuvendit përcaktohet se kryesia e Kuvendit në fillim të legjislaturës në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e grupeve parlamentare propozon për miratim në seancë plenare numrin, strukturën dhe fushveprimin e komisioneve parlamentare. Në rastin tonë jemi në rrethona të jashtëzakonshme, kemi kuvend të konstituar, por ende nuk kemi komisione funksionale. Duhet theksuar se fillimisht pritja jonë ka qenë votimi i qeverisë dhe më pas vazhdimi i punës në kryesi për themelimin e këtyre komisioneve. Por, në mos votimin e qeverisë dhe kohën e gjatë që mori konstituimi i kuvendit, jemi përballur me një situatë jo të zakonshme në të cilën vendi ynë është vënë para disa sfidave që kam menduar se mund t'i tejkalojmë si kuvend, por gjithmonë me mirë kuptimin e të gjitha grupeve parlamentare. Bëhet fjalë për disa çështje urgjente që kuvendi ka mandatin t'i trajtojë e ato janë: 5 marrëveshje ndërkombëtare me vlerë deri në 1 miliard euro, buxhetin e vitit 2026 prej rreth 4 miliard euro, buxhetet e 3 komunave që po përballen me vështirësi të theksuara financiare, si dhe çështja urgjente e pagave të punëtorëve të TTK-s, të cilët ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Me do 30 tetor kam mbajtur mbledhjen e kryesisë së kuvendit, ku kam kërkuar nga nënkretarët dhe shefat e grupeve parlamentare që të ecin përpara me formimin e komisioneve parlamentare në mënyrë që t'i tejkalojmë këto çështje jetike, me që kuvendi tani është funksional, pra i konstituar. Fatkeqësisht këtë mirëkuptim nuk e kam gjetur te një pjesë e grupeve parlamentare dhe kuvendi ka mbetur pa trajtuar asnjë nga çështjet e mësipërme. Të dashur kolegë, duke marrë parasysh që sot kemi votimin e qeverisë dhe se të gjitha subjektet politike janë deklaruar se nuk do të votojnë mandatarin e dytë, atëherë për mua ka qenë arsyeshme që ta mbështes thirrjen edhe të një seance të jashtëzakonshme si mundësi të fundit për t'i trajtuar nga ky kuvend këto çështje kaq me rëndësi për qytetarët. Me mirëkuptimin e gjithë deputetëve të kuvendit, sot ende e kemi këtë mundësi dhe unë jam i gatshëm që sa më parë të thrasnim mbledhjet të kryesisë dhe bashkë me përfaqësuesit e të gjitha subjekteve politike të procedojmë së paku me themelimin e 4 komisioneve të përhershme, ku në këtë mënyrë do të mundsojë votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, buxhetit vjetor, buxhetit të 3 komunave, si dhe miratimi i raportit të RTK-s, me çka do të mundsonte ekzekutimin e mjeteve për funksionimin e transmetuesit publik dhe pagat e punëtorëve. Çështjet e kësaj seance të nderuar kolegë deputet nuk kanë të bëjnë me veprime politike, prandaj edhe një herë bëj thirrje për të gjitha subjektet politike që t'i analizojmë me maturi në kontekst të rrethonave shtetërore që gjendjeme dhe pritjet të qytetarëve tonë, të cilët nuk e meritojnë që ta pamundsojmë votimin e këtyre ligjeve jetike për shkak të inateve të paarsyeshme politike. Me këtu në përfundoj dhe i ftoj deputetët e interesuar për deklarime përkitazi me këtë çështje dhe hapi diskutimin. Nga lëvizja vetëvendosje, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, zonja Mimoza Kusari Lila. I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar nënkryetar, të dashur kolegë deputet nga legjislatura 9, ju që jeni këtu në sallë dhe ju të tjerët që po e përcjellni këtë seancë nga jashtë salla e kuvendit, përkundrejt se do duhet të ishit këtu në kuvendin e Republikës së Kosovës, shumë të dashur qytetarë të Republikës, të respektuara media që jeni sot këtu në sallë. Si që hapi këtë seancë edhe kryetari i kuvendit, radha dhe rendi do duhet të ishte që Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës të miratonte agjendën e kësaj seance. Rrethonat në të cilat gjendet vendi janë rrethona të cilat kanë pa parashikueshmëri në raport me një pjesë të fondeve të dedikuara për Republikën e vendit. Ajo çka për ne është shumë e rëndësishme sot është të marrim përgjegjësinë për detyrën e deputetit që e kemi, ta ushtrojmë atë përgjegjësi me nder, por gjithashtu edhe me obligimin që qytetarët e këtij vendi na kanë dhënë. Më e lehta është që të abstenohet ose të mos vihet fare, siç kanë bërë fatkeqësisht përfaqësues të grupeve tjera parlamentare, ata që nuk janë sot këtu.
nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nga Nisma Social-Demokrate dhe një grup tjetër parlamentar. Megjithatë, ajo nuk e arsyeton ose nuk ju heq përgjegjësinë që e kanë dhe mund ta kenë në formimin e komisioneve të përhershme parlamentare. Agenda e ditës së sotme përjashton buxhetin për vitin 2026, që është buxheti propozuar nga qeveria, e cila sipas ligjit për buxhetin dhe ligjit për qeverinë, nuk e përjashton mundësinë që ta prezantoj qeveria në detyrë, të gjitha pikat tjera janë pika të detyrës dhe përgjegjësive të deputetëve të Kuvendit të Republikës. Formimi i komisioneve parlamentare nuk bëhet me propozimin e qeverisë. Formimi i komisioneve të përhershme parlamentare bëhet në mes të grupeve parlamentare. Rrjedhimisht, mblidhen drejtuesit e grupeve parlamentare, bëjmë propozimin me radhë sipas forcës politike të fituar në kuvend dhe konstituojnë komisionet parlamentare. Çka duhet për të vazhduar me mbarvajtjen dhe pikat e agjendës së kësaj seance janë formimi i 4 komisioneve të përhershme parlamentare, të cilat për opinionin publik po e sqaroj, përcaktohen me radhë. E para zgjedh Lëvizja Vetëvendosje, e dyta Partia Demokratike, e treta Lidhja Demokratike dhe kështu me radhë. Dhe kështu konstituohet deri në numrin final të komisioneve të përhershme parlamentare. Pas formimit të komisioneve parlamentare, vjen me radhë shqyrtimi i pikave të rendit të ditës. Kush jemi ne në këtë periudhë të vitit, t'ju mohojmë të drejtën qytetarëve të Republikës, për fonde të drejtë për drejta buxhetore, të cilat humben në muajin dhjetor. Plani i rritjes, pika e radhës pas formimit të komisioneve parlamentare nga Bashkimi Evropian, ka afat skadence, në të cilin në dhjetor të vitit 2025, nëse nuk miratohet, 10% nga 880 milion euro humben, janë pa kthim. Nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kur do që caktohen, edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben. Humbet mundësia investimit të drejt për drejt në politika zhvillimore, në agjendën e gjelbërt, në planin e rritjes së vendit tonë. Kush jemi ne t'ju mohojmë të drejtën e 20 milion eurove tjera të mbështetjes buxhetore edhe me projekt, gjithsesisht me marrëveshjet nga Banka Botërore. 200 milion euro është vlera e mbështetjes buxhetore, 100 milion nga një projekt tjetër i Bankës Botërore, skadencën e ka në mars të vitit 2026. Ne, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës, po ballafaqohemi me kërkesa çdo ditë nga punëtorët e radio televizionit të Kosovës, të vetmi transmetues publik në Republikën tonë, të cilët, përkundrejt, se ne deputetët kemi marrur pagat e muajit tetor, nuk kanë pagat e muajit tetor. E ata deputet që nuk ulen sot këtu në sallë, për të votuar raportin e radio televizionit të Kosovës, le ta mendojnë edhe një herë përgjegjësinë e tyre ndaj 700 familjeve të punëtorëve të radio televizionit të Kosovës. E vetmja mundësi për disbursim të mjeteve radio televizionit të Kosovës është me miratimin e raportit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo bëhet përmes komisionit të përhershëm për buxhet dhe financa. Dhe prap nuk janë këtu. Dhe prap kjo seancë duhet të vazhdoj deri në momentin kur ata binden për të qenë këtu dhe për të votuar. 3 komuna në Republikën e Kosovës janë pa buxhet të miratuar për vitin 2025. Kryeqyteti, për arsye se nuk kanë arritur që brenda afateve të përcaktuara me ligj të miratojnë buxhetin e vet dhe të përcjellin tek Ministria e Financave dhe të Kuvendi i Kosovës, ku bashkë me buxhetin e vitit 2025 në nëntor të vitit 2024 nuk ka qenë pjesë edhe buxheti i Prishtinës i miratuar në Asamblenë Komunale. Nuk ka kapërcim të procedurës. Nuk ka çdo kapërcim tjetër, çdo nënshkrim tjetër i buxhetit të komunës së Prishtinës, Gjilani dhe Zubin Potoku do të ishte shkelje. Vetëm ky kuvend
me mandatar 120 deputet të Republikës së Kosovës ka të drejtë të votoj buxhetin dhe rrjedhimisht të disbursohen mjetet për këto 3 komuna dhe të 3 komuna të kenë mundësinë pastaj të kryen pagesat për kontraktorët, për operatorët dhe natyrisht për shërbime që i kanë për qytetarët. Secili diskutim tjetër, qoftë që bëhet me trajtime përmes prokurorisë, gjykatës kushtetuese nga komuna e Prishtinës, është farsë. Unë shpresoj që ata e din, por nëse nuk e din, ende më keq, se janë këtu edhe për 4 vite të tjera dhe nuk janë të gatshëm të bëjnë zgjidhje për qytetarët e kryeqytetit dhe për tërë Kosovën që derivon këtu në Prishtinë. Dhe përgjegjësinë për këtë duhet ta kishte edhe partia e cila u shpall fituese në kryeqytet. Të dashur deputet të kuvendit, të nderuar qytetar, të gjithë ju që po na përcjellni. Nuk është kjo që kemi dëshiruar. Nuk është ajo çfarë kemi synuar, por është e mundshmja. Deputetët e Kuvendit të Republikës janë me mandat të plotë. Kuvendi është shpallur i konstituuar. 2 herë të tjerat, kur janë bërë ndalesa për punën e Kuvendit, herën e parë, kur është dashur, ose kur synohej që po bëhej shkelje me Komisionin për votim të fshehtë, u ftua dhe gjykata kushtetuese dhe u bë akter politik. Këtu, me ne, bashkë, u stërzgjat procesi. Në vend që të ushtrohej detyra e deputetëve të partive të deri tashme opozitare, të votonin kundër komisionin dhe të vazhdonin tutje të procedonin. Prap, herën e dytë, ndodhi me nënkryetarin nga përfaqësuesi nënkryetarin e Kuvendit nga komuniteti serb. Prap u ftua gjykata kushtetuese të bëhet akter politik. Dhe u bën dhe prap u vonuam dhe prap ja ku jemi, me Kuvend të konstituar. Mandatin ton nuk mund t'ja japim dhe t'ja delegojmë gjykatës. Mandatin ton duhet ta ushtrojmë vetë. Vota jon ka vlerë, vota jon ka peshë, vota jon mund të bëjë ndryshimin sot. Mund të konstituoj komisionet e përhershme, mund të votoj marrëveshjet ndërkombëtare, e gjithashtu mund të zhbllokoj 3 komuna të Republikës së Kosovës dhe miratoj buxhetin për radio-televizionin e Kosovës. Ne kemi mundësi ta bëjmë këtë ndryshim. Prandaj nga kjo foltore sot, i ftoj të gjitha grupet parlamentare të cilat nuk janë prezente, të vinë, t'i thrasin ndërgjegjes dhe përgjithësisë që e kanë. Nuk e kemi për betejë politike, marrëveshjet nuk janë për një qeveri, as nuk janë për një parti, janë për të gjithë qytetarët pa dallim, andaj mos t'ju mohojmë këtë drejtë. Nuk janë fonde që mund të kthehen, janë fonde që humben. Ne betejën politike do ta bëjmë në fushat zgjedhore. Por mos t'i kushtoj shumë më shtrejt qytetarëve të Republikës. Se pa ato miratime humben fondet, po do humbet edhe një pjesë ndërgjegjes tuaj që e keni për obligimin politik e qytetar që të miratojmë dhe të procedojmë tutje. Ju faleminderit shumë, i falenderoj të gjithë deputetët që janë në sallë dhe edhe një herë ju bëj thirrje të gjithë deputetëve që sot kanë zgjedhur bojkotin në vendse të pjesëmarrjes që të mendojnë mirë dhe të kthehen dhe të procedojmë me agjendën e ftuar të Kuvendit të Republikës. Ju falenderit. Në emër të PDK-s ka kërkuar fjalën deputeti Përparim Gruda. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, kolege deputete, nderuar përfaqësues media, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Unë kam ardhur sot këtu në këtë sallë për të përfaqësuar mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për shpjeguar qëndrimin pse ne nuk marrim pjesë në këtë seancë dhe pse për ne kjo seancë është jo kushtetuese. E para nuk e di kryetari nëse ka kvorum, nëse janë 61 deputet në këtë sallë, gjatë mbet ta verifikoni ju. Kjo seancë do të mbahet mend në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetari i Kuvendit, deputetëve të vendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush është një e din që është e palishme dhe jo kushtetuese. Asnjë vend nuk mund të mbajë seancë Kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të bëjë seancë pa zgjedhur qeverinë. Mos u gut se një jam, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se një jam prej PDK-s. Nuk ka asnjë vend tjetër në cilin
të shfrytëzojnë kohën tem, prit. Koleg deputet, qetësi lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin. Unë e mbaj, ju nuk ma diktoni që mbajmë fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë e mbaj fjalimin që duone. Ma lejon rregulloria. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin për shkak se nuk dëgjohet jashtë. E kuptoj, po. Kuptiten këto kushte kur gjithë flasin për ne herë. Rregull, vazhdo. Asnjë kuvend, lejoni ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me bë propagandë politike, ka marrë me shpjegu ligjërisht. Në asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes qeverisë. Midis konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë nuk lejohet të mbahet asnjë seancë ndërmjetme për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë, nuk ndodh asnjëherë. Tani po I kthehem çështjes së rendit ditës I cili është propozuar. Rendi ditës I propozuar sot është formimi komisioneve parlamentare edhe miratimi I disa projekt ligjeve. E para, për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare ku nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që opozitë. S'ka Kosova opozitë dhe opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi I projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thotë që qeveria në dorëheqje thotë nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thotë që këto kufizime, neni paragrafi 5 I neni 31 thotë vlen edhe për qeverinë në detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin në kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverinë në dorëheqje thotë ka drejt me propozu ligjin për buxhetin në kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen, zoti Murati, vetëm për qeverinë në dorëheqje, jo qeverinë në detyrë. Unë do ta lexoj, meqense ka nevojë me lexu, thotë përjashtimisht, pra nga ajo e mos propozimit ligjeve, qeveria në dorëheqje ka drejt të propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria në dorëheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri I Drejtësisë, ish ministri kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë siç është përcaktuar në 28 për qeverinë. Qeveria atu flitet për qeverinë detyrë, mos I përzin. Shikon, unë jam I bindur që ti nuk e din qa qeveria në dorëheqje dhe qa në detyrë. Mos u ndërhy. Mos abuzo me detyren. Jene në kryetare kuvend, unë jam deputet, më po moj fjalë se kom me ty debatën e kom me shtetërët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj dhe ka një arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është në dorëheqje, kuvendi që ka zgjedhur qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë në dorëheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, të nderuar koleg, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. Nuk mund të vini këtu. Qytetarët nderuar që na shikoni. Për me ilustru këtë, çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që kryeministri Kurti, të cilin unë e kam përballë këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po doin me dal këtu me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe mu ul e me votu si deputet për këtë ligj. Nuk mund ndodh kjo. Është absurde. E ndalon ligji, po ndalon dhe logjika. Nuk është më orë këtu, zoti Kurti me propozu ligjin, zoti Murati, edhe më ul në rreshtin e parë të kuvendit, edhe me votu. Nuk mundesh. Thjesht nuk mundesh. Dhe argumenti I fundit. Për juve, zoti Murati, gjykata supreme që vlen për këtë qeverinë ka nxjerr vendim. Ka thonë, nuk keni drejt me qëndru ministër. Ju bëni në mënyrë jo kushtetuese funksionin e ministrave, kryeministrit dhe deputetëve. S'mund të mbani funksione të dyfishta. S'munden, thjesht, se keni ky ligj edhe kushtetuta që është fuqi e ndalon këtë. Nuk mund me luni teatr të absurd ku ju bëni herë ministra, herë kryeministra, herë deputet. S'mund t'i luni gjitha funksionet. Fakti që keni thirrë një seancë në orën 11 me miratu këto ligje, tregon që në orën 12 jeni dorëzuar për Glaukon Jufcën. Se po të bëj kryeministër Glaukon Jufca në orën 11, në orën 14 do të ishte seancë kushtetuese.
jeni dorëzu. Pra s'mund të zgjidhet. Do më ju thëmë një diçka, ju do të hyni në historitë Kosovës si partia e vetme që dështojnë 2 kandidatë për kryeminist. Në këtë kuvend s'ka njëri tjetër që ka marrë mandat prej shefit shtetit Kosovës, prej presidentit, edhe ka ardhur dhe ka dështu, do të bëni partia e dytë. Unë nuk mendoj që ata që ju kanë votu kanë pritë të sillen i kështu. Edhe unë kërkoj, si deputet i këtij kuvendi, jam vetu me mbrojt kushtetutën dhe ligjin, në mentativë time, të ndërpritet kryetar kjo seancë, edhe të mblidhemi seancën në orës 14, se kjo është një seancë komplet jo kushtetuese. Ajo për çka kam ardhur unë sot është, sepse nëse deri sot kam besuar që ndonjëherë se keni ditë, ndonjëherë keni bërë për motive të caktuara. Sot të gjithë dhe dini që kjo seancë jo kushtetuese. Të gjithë. Edhe çdo qytetar që na shikon e din, se çdo kush e lexon këtë tekst. Çdo kush, edhe në kryetarja e kuvendit që reagon, edhe ministri i financave reagon, e din. Po ju po doni me tregu sikur jeni të interesuar me mbrojtje qytetarët e Kosovës. Dhe kjo seancë është fushat elektorale për zgjedhjet. Po, do të ketë zgjedhje të reja. Ose përdoni kuvendin me bë fushat. Ky vend s'është për fushat. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që nëse do të kishte vullnet prej kësaj qeverie do të gjendej zgjidhja për 9 muaj e nuk do të lihej ditën e fundit. Nuk e keni hall interesin e qytetarëve të Kosovës. Nuk e keni hall. Kështu kjo është sjellje përveç ju kushtetuese, është sjellje ju politike. Sjellja politike do të kuptonte me njoft rezultatin e zgjedhjeve. Ju nuk e keni fituar shumicën. Nuk e keni fituar shumicën për me bë vetë qeverinë. Nuk e keni fituar. Ky është realiteti. Sa më parë që jeni në këtë realitet, më mirë për juve, më mirë për Kosovën, më mirë për gjithë neve. Sa më parë që njohim këtë realitet. Kështu që për fund, për me mbyll, do të bëhet mend ky kuvend për 2 gjëra, për 2 dështime të kandidatëve për kryeministër, edhe për këtë seancë që është komplet jo kushtetuese, që e dini edhe ju. Shpresoj që zgjedhjet e reja të prodhojnë një shumicë tjetër, një shumicë e cila në rend të parë e respekton kushtetutën e Republikës Kosovës. Duhet me ndërtu një shumicë që ka forcë me bë qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Po, faleminderit veç shkurt për zotin Gruda. Zoti Gruda në legislaturën e kaluar s'ke qenë deputet, so për një orin tuaj, me 29 shkurt 2024, kë kam bojt seancë të jashtëzakonshme pa korum, me 16/10/2024 PDK gjithashtu kam bojt një seancë të jashtëzakonshme ku s'ka pos korum, po është një praktik dhe kjo e mundësuar nga kryetori e pararendësiem zoti Glauk Konjufca. E dyta, unë e kuptoj që mbase edhe mundësh me pos që argument çështjen e themelimit të komisioneve kush është pozitë apo opozit. Po ne kam diskutuar edhe mbledhjet kryesisë. Për besë, na mundemi i bë 5-5. 5 prej nesh, 5 bani jo, i bojmë veç 10 deputet në për secilin komision edhe te kalojmë krizën. S'do duhet të ishte kjo çështje, na s'po dojmë me fitua aty më u duk si pozit apo opozit, so e kemi me interes me te kalu këtë çështje. E çështjet tua janë procedurale, e unë i respektoj qëndrimet e tua, por mendoj që është më e rëndësishme këtu çështjet që kemi thirrë, e që janë marrëveshje ndërkombëtare, buxheti vjetor, buxhetet komunale, edhe pagat e 700 familjeve të RTK-s. Po deshta përshërim të çështjet e seancës së jashtëzakonshme. Replike kemi deputetin Murati. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar deputet, të nderuara media, të nderuar qytetar. Në raport me fjalimin që sapo e mbajti deputeti Gruda, u thanë disa të pavërteta, u tha që nuk lejohet që të mbahet seancë pa u votuar qeveria, megjithëse kuvendi është i konstituar, mirë po më lejeni t'ja rikujtoj zotrit Gruda, sepse di fort mirë që kjo nuk qëndron, sepse nuk është të shkruar askund një gjë e tillë. Pra askund nuk është të shkruar. Ai u referua praktikave, por praktikat bëhen duke zbatuar në praktik. Kjo është një praktik që po formohet tash. Pra kemi një situatë të jashtëzakonshme dhe mund të shfrytëzohet si e tillë. Për fakti që deputeti Gruda është sot këtu, edhe pas konferencës për media nga Vlora Qitaku, që e pam pak më herët, tregon edhe për disonancën brenda vetë partisë. Pra me gjase kanë vlerësuar që nuk ka bërë një punë të mirë në konferencë dhe tash është dashur të vije deputeti Gruda këtu me sqarime shtesë e që po e shoh që është në siklet, sepse si jurist po i nevojitet pra që të thotë të pavërteta me gjëra që edhe ai vetë din që nuk pajtohet. U tha që komisionet nuk mund të formohen sepse ende nuk dihet kush është pozit e kush opozit.
E pa vërtet gjithashtu, kjo vlen vetëm për 2 komisione. Është komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s, të cilin duhet ta udhëheqë opozita, dhe është komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, të cilin gjithashtu duhet ta udhëheqë opozita. Por të gjitha komisionet tjera nuk mvaret kush është pozit e kush opozit. Ato përcaktohen, zgjedhen, kryesimi tyre zgjedhet varësisht pra nga madhësia e grupit parlamentar. Grupi parlamentar më i madh zgjedh i pari, pastaj i dyti e kështu me radhë. Ndërka shpërbërja e vetë komisioneve reflekton fuqinë politike të grupeve parlamentare dhe s'ka të bëj fare a është pozit apo opozit. E aq më pak për 4 komisionet e përhershme, të cilat duhet të funksionojnë pat apo s'pat qeveri fuqiplot, sepse janë komisionet të cilat mbikëqyrin edhe institucione tjera vitale që s'kan bëjnë fare me ekzekutivin. Pra kemi gjyqësorin, kemi institucione tjera të pavarura, avokatin e popullit, ndërmarrjet publike, pra Regjia dhe 1 minutë, ju lutem. të gjitha këto institucione pra s'kan bëjnë fare me qeverin. Pra apo i bie që përderisa s'ka qeveri, duhet kuvendit të mbikëqyr këto institucione, pra kjo e demanton edhe një herë qëndrimin e pasakt të zotri Grudës. U fol edhe për nenin 31 paragrafi 5. Më lejoni t'ja rikujtoj zotrit Gruda, si që kam bërë edhe pak më herët në Facebook, që paragrafi 5 nuk thot kufizimet në paragrafin 1 të këtij neni, por thot kufizimet në këtë nen. Pra që nën kupton edhe paragrafin 2, edhe paragrafin 3, edhe paragrafin 4. Pra nuk vlena që po thot zotri Gruda, po këtë që interpreton qëllimshëm. Po për më tepër, nëse pas ka qenë problem buxheti i vitit 2026 se që ka miratu prej qeverisë, pse atëherë nuk po i formojnë komisionet? Cili është kundërshtimi që po refuzojnë me i miratu edhe buxhetin për komunën e Prishtinës, Gjilanit e Zubin Potokut? Ato nuk janë buxhete që i ka bë qeveria, janë buxhete që i kanë bë kuvendet komunale përkatëse, qeveria vetëm i ka procedu këtu, nuk janë buxhetet qeverisë. Pra janë buxhetet të komunave, janë me Kundër replik, zoti Gruda, 1 minutë. Shkurt, kryetarë nuk e... Me pos një vend, Ministre Drejtësisë, 5 vjetë, një person që se dallon kufizimet prej përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlenë, kufizimet, që se gjeni një jurist pavarur në këtë vend, që e thot këtë që po thot ish Ministre e Drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik, jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykat Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mbajeni mend për me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Prej grupit multietnik, zonja Emilia Rexhepi. Zahvaljujem se, uvaženi predsjedniče Parlamenta Republike Kosova, dame i gospodo, uvaženi poslanici, predstavnici diplomatskih misija, uvaženi mediji. Mi kao multietnička parlamentarna grupa koja je sastavljena od različitih poslanika koji dolaze iz redova različitih zajednica ovde na Kosovu, bošnjačke, turske, srpske, aškalijske, egipćanske, romske zajednice, odgovorno, svesno stojimo ovde u nadi da ćemo danas izglasati ratifikaciju međunarodnih sporazuma, izglasati budžet naše države koji je porastao za više od 4 milijarde. Ja sam neko ko je u 5., 6. sazivu i znamo kada smo glasali budžet naše države dok je bio i 1 milijardu eura i glasali ga pod jako težim uslovima nego danas, tako da svi smo mi odgovorni da oslobodimo put, da kreiramo parlamentarne komisije, da
glasamo budžet Republike Kosova koji se odnosi pre svega na ratifikaciju međunarodnih sporazuma koji direktno utiču na ekonomski razvoj naše države, na pomoć u zdravstvenom sistemu i pomoć u obrazovnom sistemu naših građana. Trebamo svesno i odgovorno pristupiti rešavanju ovog problema i otvoriti put ka kreiranju nove vlade, a mi kao grupa glasat ćemo i za našeg kandidata gospodina Glauka Konjufcu. Hvala. Faleminderit zonja Rexhepi. Atëherë ka tjerë nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare, sipas rrodhës fjalën e ka zoti Kurti. I nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës, zotëri Dimal Basha, e nderuara nënkryetare e Kuvendit të Republikës, zonja Albulena Haxhiu, të nderuar deputet të Kuvendit të dalë nga legjislatura e 9, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit si vjet, të nderuar gazetarë dhe punonjës të tjerë të medjave, të dashur qytetarë. Një arsye logjike sepse komisionet duhet të ngriten si trupat Kuvendit, specifikisht ato të përhershme e që janë 4, bugjeti, legjislacioni, integrimi evropian dhe komunitetet jo shumicë, vjen nga vetë emri i tyre, nga nominalja e tyre. Pra, ky lloj komisioni ka rol të vijueshëm, të qëndrueshëm, që ruhet e nuk ndërron, prandaj edhe quhen të përhershme. Komisionet të përhershme të Kuvendit të Republikës. Në një farë mënyre, shteti i pavarur si Republikë Demokratike po na thot, pavarësisht dinamikave që mund të jenë, 4 komisione parlamentare i kam kyçe që të ekzistojnë dhe punojnë. Pra janë të përhershme pikrisht për situatat e zakonshme, e jo të zakonshme, janë qeverit në detyrë, në dorëheqje e fuqiplot. Ato janë komisione funksionale në funksion të ministrive që potencialisht mund të krijohen prej një qeverie që legislativi i voton. Ato prandaj edhe quhen komisione funksionale të Kuvendit të Republikës. Por 4 sosh janë të përhershme. Janë në shtetin ton të ingranuara edhe më thellë se vetë qeveria. Rrjedhimisht në këso raste veprojmë me trupat që janë esenciale, e gjendja tani është esenciale për Republikën tonë. E tash kur po i diskutojmë temat esenciale për vijimësitë punëve të shtetit, temat përkojnë pikërisht me fushvërimtarinë e këtyre komisioneve që janë të përhershme. Bugjeti për vitin 2026, bugjeti për Radio Televizionin e Kosovës, bugjeti 2025 për komunat e Prishtinës, Gjilanit e Zubin Potokut, plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore. I nderuar kryetar Basha, të nderuar deputet, le të fillojmë me planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Sot po vendosim për miratim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, e njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo plani i rritjes, si dhe projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për kredin në kuadër të këtij instrumenti. Nga instrumenti për reforma dhe rritje, parashihet të përfitojmë 882.6 milion euro, nga të cilat afër 30% apo 253.3 milion euro janë grante, ndërkaq pjesa tjetër 629.3 milion euro janë kredi. Qëllimi i marrëveshjes korniz, teksti së cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundëson që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin është që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht
për marrjen e pjesës së fondeve të Bashkimit Evropian që ofrohen si kredi dhe mënyrën e menaxhimit të tyre. Dua të rikujtoj se si qeveri, kur ishim në mandat të plot, i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektohen të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian. Ne kemi qenë ndër shtetet e para, në mos të parët, që kemi finalizuar agjendën e reformave dhe këtë e kemi arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjersa formalisht e kemi miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Megjithatë, pjesërisht nga vonesat në finalizimin e agjendës së reformave nga disa nga shtetet tjera përfituese, e pjesërisht për shkak të punës paralele që është zhvilluar nga vetë Komisioni Evropian për rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri dhe formatet e marrëveshjeve respektive, nuk ka qenë i mundur procedimi i tyre nga legjislatura e kaluar e Kuvendit. Formati standard përfundimtar i dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën është dërguar te ne me 15 nëntor në mënyrë elektronike. Dhe ne kemi kryer nënshkrimin sapo ka ardhur në Kosovë fizikisht dhe është pranuar në qeveri përkatësisht me 27 nëntor, ku po të njëjtën ditë është miratuar projekt ligji për ratifikimin e saj nga qeveria, pra në kohë rekorde prej anës tonë si ekzekutiv. Kurse për marrëveshjen për kredi, ne kemi miratuar nismen me 13 nëntor 2024, mirë po draftin final të marrëveshjes e kemi pranuar pas shpërndarjes së Kuvendit në janar të vitit 2025. Si rezultat, kjo ka pamundësuar që marrëveshjet të hyjnë në fuqi dhe ne si shtet të mos mund përfitojmë nga parafinancimi në vlerë prej 7%, si dhe shumat e alokuara për reformat e implementuara. Andaj, me qenë sa afatet janë fikse dhe po ecin, sepse koha po kalon, ju ftoj sot që të votojmë miratimin e këtyre projekt ligjeve që të fillojmë të përfitojmë nga ky instrument. Koha nuk është burim i ripërtrishëm. Kalon në të kaluarën në pakthim. Çdo vonesë e më tutjeshme e komplikon dhe rrezikon si përfitimin ashtu edhe zbatimin e fondeve. Tjetra, sa i përket marrëveshjeve me Bankën Botërore. Me Bankën Botërore i kemi 3 marrëveshje. Njëra është në vlerë prej 9 milion euro dhe vjen si mbështetje buxhetore, kurse 2 tjerat janë nga 18,6 milion euro secila dhe janë për financim të projekteve aq shumë të nevojshme në arsim e në shëndetësi. Marrëveshja prej 9 milion eurove vjen në kuadër të programit të reformave që kemi zbatuar në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe si shpërblim për arritjet, norma e interesit do të jetë 0% për 12 vjet. Pra, kamat 0%. Një kredi me këso kamate 0% do të kishte lakmi secili shtet në çdo kohë. Dhe as që do të diskutohej a duhet miratuar apo jo. Por ja që te ne ka më shumë se një vit që ajo e pret ratifikimin. Nëse ka diçka për cilat do të hyjmë në histori, është pikërisht kjo, që një kredi me 0% kamat pret ratifikimin një vjet ditë, ndërkohë që nuk do të duhet kishte diskutim fare. Sepse një kredi të këtill, po e ritheksoj, do ta kishte lakmi secili shtet i botës në çdo kohë. Dhe nëse nuk ratifikohet në këtë seancë, e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 9 milion euro, për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtill. Ngjajshëm edhe 2 marrëveshjet për financim të projekteve. Në arsim parashihet investimin qerë dhe treja, kurse në shëndetësi parashihet ndërtimi i sistemit informativ shëndetësor, që është parakush për funksionalizimin e sigurimit shëndetësor. Nëse këto 2 marrëveshje nuk miratohen sot nga Kuvendi, atëherë edhe mjetet për këto 2 projekte do të humben dhe do të shkaktohen vonesa të pakthyeshme në ndërtim të qerdheve për fëmijë, si dhe në zbatim të sigurimeve shëndetësore. Mëtej, ju e dini që në mbledhjen e
273 të Qeverisë së Republikës së Kosovës kemi miratuar buxhetin për vitin 2026. Së pari kam kënaqësinë që të them që është një buxhet më i madh ndonjëherë në vlerë prej rreth 4 miliardë euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Njërisi me këtë buxhet do të jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik me qeverinë që ka sjellur buxhetin për vitin 2026, në fund të vitit do të mund të përfitojë edhe pagën e 13. Gjithashtu, është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku në 15 vitet e para të përvojës së punës zbatohej rritja për gjysmë më e vogël apo vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik, varësisht nga vitet e përvojës së punës. Buxheti që kemi sjellur në kuvend për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për tri dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletimi i reformës asistencës sociale e shumë të tjera mbështetje për familjet onë mban Kosovës, pa dallim komune apo komuniteti. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barna esenciale, por rritet gjithashtu dhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqet, por rritet edhe buxheti për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithashtu me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vjueshmëria e shtetit ton dhe zhvillimit të tij e progresit shoqëror në vendin ton. Radio Televizioni i Kosovës gjithashtu është në renditje sot. RTK-ja është institucion publik i themeluar nga kuvendi. Dhe kuvendi është përgjegjës për financimin e Radio Televizionit të Kosovës. Buxheti për Radio Televizionin e Kosovës madje as nuk varet nga qeveria. Interaksioni i vetëm i RTK-s është me trupat e kuvendit. Konkretisht me Komisionin për Buxhet, i cili duhet të miratoj alokimin e fondeve për RTK-n. Me atë vendim, thesari me automatizëm bën ekzekutimin e transferit. Pra të rasti i RTK-s kemi një lidhje direkte midis Komisionit për Buxhet të Kuvendit të Republikës me thesarin e shtetit që ndodhet në kuadër të Ministrisë së Financave. Pra as nuk ka propozim e as miratim nga qeveria. Krejt çfarë duhet mund të bëhet për brenda kuvendit duke themeluar Komisionin për Buxhet. Prandaj, nëse për ligjin e buxhetit opozita pas ka vërejtje e brenga në raport me qeverin tonë detyrë, kjo nuk ekziston fare në rastin e RTK-s. Financimi për RTK-n nuk ka të bëjë me qeverin. Komisioni për Buxhet, thesari i shtetit. Në gusht të këtij viti, në mungesë të një kuvendi të konstituuar, ne si qeverin detyrë e morëm vendimin që të ofrojmë një zgjidhje imediate, por të përkohshme. Një overdraft, nëse mund të quhet ashtu, e cila do të mbulonte nevojat deri në konstituim kuvendit. Meqense nuk e kishim ende kuvendin të konstituuar, sepse nuk ishte zgjedhur kryesia e kuvendit. Por tash kuvendi është i konstituuar, nuk ka asnjë arsye që të refuzohet miratimi i buxhetit të RTK-s nga kuvendi. Ndërsa qeveria në anën tjetër e ka të pamundur të ofroj overdraft mbi overdraftin. Kur vetë themeluesi Radio Televizionit të Kosovës, që është kuvendi i Republikës, refuzon të alokoj buxhetin. Të nderuar deputet, çdo kuvend ka legjitimitet që të marrë vendime në dobi të shtetit e të shoqërisë. Legaliteti vlen për të mbështetur legjitimitetin që kuvendit i buron nga populli.
e drejta duhet edhe të ketë efekt në shoqëri. Nuk mjafton të jetë letër procedurash. Demokracia një mend është edhe procedurë, por procedurë për t'i bërë mirë shtetit dhe shoqërisë, jo për t'a blokuar vetën apo për t'a pamundsuar dhënien e së mirës. I kemi marrëveshjet ndërkombëtare që i ka proceduar Presidentja e Republikës. Ato i duan 80 vota. Kjo nuk ka të bëj me asnjërin prej nesh veç e veç. Nuk ka rrugë tjetër veç se të gjithë bashkë të votojmë. Buxhetet e komunave 2025 duhet gjithashtu të votohen që të bëhen pagesat dhe të lahen borxhet. 3 komunat Kosovës, Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, të nderuar deputet dhe ju të tjerë të pranishëm, po operojnë çdo muaj me 1/12 e buxhetit të vitit 2024. Merrni me mend, jemi në prag të vitit 2026 e këto 3 komuna operojnë me 1/12 e buxhetit vitit 2024. Pse të vazhdoj ky kufizim e ky pengim i tyre për projektet e tyre, për qytetarët e tyre e tonë. Buxheti i vitit 2026 që ka propozuar Qeveria e Republikës Kosovës, që është miratuar në mbledhjen tonë, është tejet i rëndësishëm sepse duhet që janari t'i gjejë të gjithë me paga e me rritjet e merituara të cilat burojnë nga rritja ekonomike. Të nderuar deputet, në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të bruto produktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, për ka vetëm ankesa të opozitarëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, po rrezikojmë të kemi krizë sociale, nga kriza buxhetore, financiare, për shkak të keqpërdorimeve të procedurave. Let mos keqpërdorim procedura. Let jemi në nivel të përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të popullit, por edhe si zyrtar të shtetit. Si dikush që personifikon dhe se ndërton imazhin e shtetit pavarur si Republikë Demokratike. Qëndrimet e subjekteve të cilët nuk janë të pranishme, përbes nuk kanë alibi. Nëse ne, sipas tyre, që kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin? Nëse ne që kemi vonuar, pse nuk janë këtu që të na lënë neve fajin e popullit buxhetin? Këtu është vendi për të folur e për të votuar. Mbi 200 milion euro humbin pakëthyeshëm, 88 milion euro nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe 120 milion euro nga këto 3 marrëveshjet me Bankën Botërore, e për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, ju e dini shumë mirë që nuk mjaftojmë ne, edhe po ta kishim qeverinë, nevojitën 80 vota. Por interesi publik dhe e mira shoqërore e kërkon që të jemi aty bashkë. Është një çështje tjetër, po të kishte parti opozitare që do të thoshin, nuk duam të marrim kredi nga Bashkia Ndërkombëtare. Që është qëndrim politik. Nuk duam të marrim kredi. Edhe nëse është 0% nuk duam të marrim kredi. Nuk na nevojiten grantet e Bashkimit Evropian. Nëse do të kishte parti opozitare që do të thoshin këso qëndrimesh politike, unë e kuptoj. Se edhe për marrëveshje ndërkombëtare, pozit dhe opozit mund të dallojnë. Mirë po ata nuk kanë asnjë vërejtje për këtë marrëveshje ndërkombëtare. Cili është kuptimi të bojkotosh votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ndërkohë që pajtohesh për to? Unë i bëj thirrje edhe një herë të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës, pa dallim partie, që sot të jemi këtu në Kuvend,
ku na ka sjellur populli i Kosovës dhe t'i votojmë 3 marrëveshjet me Bankën Botërore, marrëveshjen për planin e rritjes së Bashkimit Evropian për vendin tonë, afër 900 milion euro gjithsej. Buxhetin për 3 komunat, Prishtinë, Gjilan, Zubin Potok, buxhetin për vitin 2026, dhe në këtë mënyrë të ecim bashkë përpara. Të gjitha ballafaqimet e ideve që kemi, i zgjidhjeve që japim, le t'i ruajmë për diskutime në fushatën zgjedhore, por gjithashtu edhe për diskutime këtu parlamentare, pse jo. Mirë po, kjo seancë nuk është thjesht një zgjedhje, është një domosdoshmëri, edhe më shumë se nevojë, nëse duam të jemi ashtu siç na kanë zgjedhur, pra përfaqësues të popullit të Kosovës si burim sovraniteti i shtetit tonë të dashur e të përbashkët. Ju faleminderit. Fjallën me radhë ka kërkuar zonja Gërvalla. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet të pranishëm, ju përfaqësues të medjave, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës dhe të nderuar gjithashtu deputet të atyre partive cilat kanë zgjedhur sot të mos jenë të pranishme në këtë sallë. Unë nuk do të merrem as me interpretime ligjore, sepse është e qartë situata ligjore rreth kësaj seance, as nuk do të merrem me interpretime se sa e dëmshme apo jo është çdo vonesë që shkaktohet, mirë po duke pasur pritjet goxha t'ulta në raport me PDK-n, AAK-n dhe duke mos pasur asnjë lloj pritje në raport me listën serbe, më lejoni që nga kjo foltore t'i drejtohem me një apel publik deputetëve të grupit parlamentar të LDK-s. Të nderuar deputet të LDK-s, duke e njohur pulsin, duke e njohur përkushtimin dhe duke e njohur vullnetin e votuesve të partisë tuaj, më mirë ndoshta se sa ata që kanë përgjegjësi të larta në partitë e juaja, ju ftoj publikisht që si parti e ardhur nga një traditë institucionaliste, që mos bëheni bashkë me ata të cilët nuk i respektojnë institucionet e shtetit, të cilët bllokojnë procese të rëndësishme, të cilët bllokojnë buxhetin, bllokojnë pagat edhe bllokojnë të ardhmen e këtij vendi. Ju bëj apel publik sot të gjithë juve që e keni mundësinë, me qenë se kjo seancë nuk do të mbyllet tani me sa e kuptova kryetarin e Kuvendit, që të vini në një orë më të vonshme dhe të votoni marrëveshjet ndërkombëtare në atë sensin i cili në parimet në të cilat është krijuar, është ndërtuar, është zhvilluar partia juaj. Mos u bëni kontribues të bllokimit të shtetit, sepse as nuk ju bën nder juve personalisht si deputet që keni marrë përgjegjësi, por as nuk do të ketë përkrahje tek votuesi i juaj, i cili ju fort mirë e dini se cilat pritje ka ndaj jush. Prandaj ky apel publik ju drejtohet juve të dashur, të nderuar deputet të LDK-s, me ftesën publike që në seancë të vini edhe të votoni zhbllokimin e proceseve kaq të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit zonja Gërvalla, fjalën ka kërku zoti Ekoran Murati. Faleminderit i nderuar kryetar. E kërkova fjalën gjithashtu t'i shtohem pra lutjes së zonjës Donika Gërvalla Shfarc në raport me apelin pra për deputetet e Kuvendit Republikës dhe rëndësinë, pra që sot këto pika të renditditës të kësaj seance, pra që buxheti për ETK-n,
buxheti për 3 komunat për vitin aktual, pra për vitin 2025, për Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe buxheti për vitin e ardhshëm 2026 të miratohen, sepse këto janë buxhete dhe financime për qytetarët e Republikës Kosovës, për të gjithë. Pra mund të kenë etiketën të qeverisë apo të ndonjë komune specifike, por megjithatë përfituesit fundor janë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj më lejoni që shkurtimisht vetëm të kaloj në për disa prej dëmeve apo pasojave që do të shkaktohen nëse sot, pra nuk miratohen këto pika të rendit të ditës. Sa i përket buxhetit për RTK-n, siç edhe është sqaruar tashmë, nevojitet funksionalizimi i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere. Nuk ka asnjë pengesë përpos asaj politike, pra s'ka asnjë pengesë ligjore apo kushtetuese apo me rregulloren e punës së kuvendit që Komisioni për Buxhet të funksionalizohet dhe të miratohet alokimi i buxhetit të RTK-s për deri në fund të vitit. Nëse kjo nuk ndodh sot, problemi do të stërkeqësohet edhe më tepër, sepse edhe nëse shkojmë pa buxhet në vitin e ardhshëm, pra përderisa për pjesën tjetër të administratës publike vlen ligji për financat publike që mjafton, pra ose mund të ndahet 1/12 për 2 muajt e parë, pra për janar dhe për shkurt, tek RTK-ja as kjo nuk mund të bëhet. Pra as në janar, as në shkurt nuk mund të ndahet 1/12 për RTK-n, sepse nuk do të ketë komision për buxhet funksional. Dhe në mungesë të një komisioni për buxhet funksional dhe në mungesë të miratimit të buxhetit të RTK-s për atë komision, rrezikohet që RTK-ja pra të mos ketë financim deri në fillim të marsit, së paku. Kjo do të ishte katastrofale për institucionin e RTK-s, për transmetuesin publik. Pra nëse tash aktualisht ata janë pa paga, me mos miratimin apo mos funksionalizimin e Komisionit për Buxhet dhe mos miratimin e buxhetit për RTK, rrezikohet që RTK-ja të mbetet pa buxhet deri në muajin mars, kur edhe në rastin më të mirë pra do të mund të kishte buxhet të miratuar dhe Komision për Buxhet funksional. Pra është pasojë e jashtëzakonshme dhe shkatërruese, me efekt shkatërrues nëse sot pra nuk votohet Komisioni për Buxhet dhe nuk miratohet buxheti i RTK-s. Pika tjetër është buxheti për 3 komunat për vitin aktual. Pra kjo s'ka të bëjë me vitin 2026. Jemi duke folur për Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok për buxhetin e vitit 2025. Janë me miliona euro fatura dhe detyrime të grumbulluara të këtyre 3 komunave që kanë lënë qoftë operator ekonomik, qoftë ndërmarrjet publike pa paga, dhe të cilat nëse nuk miratohet pra buxheti i vitit 2025, pra për si vjet, dhe nuk lejohet që këto mjete të shpenzohen, atëherë këto obligime do të barten në vitin e ardhshëm fiskal. Dhe edhe nëse miratohet pastaj viti i ardhshëm, buxheti i vitit të ardhshëm, këto obligime do të merren me përmbarues edhe do të shkaktojnë një cikël tjetër problemesh tek këto komuna. Prandaj është e domosdoshme që buxheti këtyre 3 komunave të miratohet sot për vitin 2025 është fjala, pra edhe njerë, s'ka të bëj kjo asgjë me ligjin e buxhetit për vitin 2026. Dhe nuk e kuptoj, sepse nuk ka asnjë pengesë, nuk ka asnjë arsye për të pasur brenga apo shqetësime, nëse e paskan shqetësimin pra për buxhetin e vitit 2026, e që edhe për atë nuk qëndron, por që le ta marrim që paskan shqetësime opozita për buxhetin e vitit 2026, buxheti i këtyre 3 komunave nuk është buxheti i qeverisë. Është buxhet që është miratuar nga 3 kuvendet komunale, nga kuvendi komunal i Prishtinës, i Gjilanit dhe i Zubin Potokut. Fatkeqësia është që janë miratuar me vonesë pas afateve ligjore dhe tash duhet miratim i veçantë në kuvend në mënyrë që këto buxhete të hyjnë në fuqi. Pra edhe një herë lus deputetët e opozitës të PDK-s, LDK-s e AK-s që të reflektojnë dhe të kthehen në seancë dhe të miratojnë buxhetet për këto 3 komuna. Çështja tjetër janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Nëse nuk miratohen marrëveshjet ndërkombëtare sot, siç u theksua edhe nga parafolësit, pra rrezikojmë që të humbim mbi 200 milion euro pa kthyeshëm. Janë 88 milion euro nga plani i rritjes së BE-s të cilat humben, pra 10% e shumës së tërësishme, dhe janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore, të cilat po ashtu nëse nuk i miratojmë me kohë dhe deri në fund të vitit
edhe ato mjetet do të humben, sepse ka shumë shtete tjera që presin dhe me knaci i pranojnë mjetet të cilat Kosova, fatkeqësisht, pra kuvendi, nuk po i miraton dhe me fjalë tjera i bie se po i refuzon. Prandaj është tepër e rëndësishme që edhe këto marrëveshje të miratohen sot në mënyrë që të shpëtohen dhe të mos humben 200 milion euro të marrëveshjeve ndërkombëtare. Dhe pika tjetër, apo e fundit, është edhe buxheti për vitin 2026. U sqarua, tashmë po besoj, por më lejoni ta ripërsëris edhe një herë, që edhe me ligjin për qeverinë, neni 31 i ligjit dhe konkretisht paragrafi 2 në kombinim me paragrafin 5 të ligjit, e mundëson që edhe qeveria në detyrë të dorëzoj para kuvendit ligjin për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm fiskal. Por për më tepër kjo çështje është e rregulluar edhe me kushtetutë. Pra kushtetuta në mënyrë specifike e thekson që ligji i buxhetit është i vetmi ligj të cilin vetëm qeveria ka drejt me dorëzuar në kuvend. Asnjë instancë tjetër. Pra përderisa ligjet tjera të rregullta mundet me dorëzuar edhe presidentja, mundet nismë ligjore nga deputetët, është vetëm një ligj për cilën kushtetuta të drejtën ekskluzive ia ka rezervuar qeverisë, pavarësisht statusit të qeverisë, a është qeveri fuqiplot, qeveri në detyrë apo qeveri ndërheqje. Prandaj nuk ka asnjë dilemë sa i përket edhe buxhetit për vitin 2026. E vërtet që ligji për financat publike parasheh zgjatjen për 2 muajt e parë të vitit në rast se ka zgjedhje pra deri në fund të vitit fiskal. Megjithatë, kjo zgjatje, megjithse do të ishte një zgjidhje emergjente, nuk na siguron, pra fillimisht nuk mund të paguhen as pagat, e as pensionet, e as të gjitha përfitimet tjera, siç janë duke u paguar aktualisht. Sepse siç e dini, pagat e sektorit publik kanë pasur rritje në korrik të këtij viti. Dhe nëse aplikohet paga e janarit apo çeku i pagave të janarit, atëherë duhet të kthehemi në pagën e janarit 2025. Pra që nën kupton, pagat e sektorit publik do të ishin 55 euro më të ulta. Ngjashëm vlen edhe për shtesat dhe për pensionet. Pra megjithse mund të jetë një zgjidhje emergjente, megjithatë është e paplot dhe do të shkaktonte pasoja tek të gjithë ata qytetarë që përfitojnë nga ky buxhet. Pra kjo s'ka të bëjë me qeverinë, ka të bëjë me qindra e mira qytetarë të cilët varen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe është e domosdoshme që të miratohet ky buxhet. Pra këto janë pasojat për ETK-n, për 3 komunat për buxhetin e si vjetëm, për marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe për buxhetin e vitit të ardhshëm, në rast se sot në këtë seancë pra nuk miratohen këto pika të rendit të ditës. Unë dyshoj që deputetët e opozitës me vedije do donin të shkaktonin këto pasoja për qytetarët e Republikës Kosovës. Unë nuk du të besoj që deputetët duan të lënë RTK-n, punëtorët e RTK-s pa financime, pa paga deri në mars të vitit të ardhshëm. Unë nuk besoj që deputetët e këtij kuvendi, pra të opozitës, dëshirojnë që t'i humbin pakthyeshëm 200 milion euro të marrëveshjeve ndërkombëtare. Unë refuzoj të besoj që deputetët e këtij kuvendi, pra të opozitës, nuk duan që 3 komunat, të cilat e kanë miratuar buxhetin e tyre në kuvende komunale me vonesë, nuk duhet ta kenë buxhetin. Pra unë dyshoj të besoj dhe nuk dua të besoj që këta deputet të partive opozitare kanë dëshirë që shkaktojnë dëme te këto komuna. Duhet besoj të kundërtën. Dhe nuk du të besoj që partitë opozitare pra po duan që me mos miratim të buxhetit të shkaktojnë kriza apo të fabrikojnë kriza të tjera, qoftë buxhetore apo financiare dhe përpasoj edhe kriza sociale. Prandaj, duke mos dashur të besoj se kanë këtë qëllim të keq, duke dashur të besoj që kanë qëllime të mira dhe i qëndrojnë besnik betimit të deputetit që kanë dhënë, i ftoj edhe një herë. Pra po shfrytëzoj rastin që t'ju bëj apel të gjithë deputetëve të opozitës, sepse e di që shumica e tyre tashmë janë në kuvend, pra janë në zyret e grupeve parlamentare përkatëse. Krejt çfarë duhet është të vinë në këtë sallë dhe të dakordohemi që këto pika të rendit të ditës të miratohen në mënyrë që të mos rrezikojmë të ardhurat e qindra mira qytetarëve, të mos rrezikojmë qindra miliona euro të na humbin dhe pastaj mund të vazhdojmë tutje edhe me seancën e radhës, nëse votohet qeveria mirë, nëse nuk votohet, e përmendën këtu edhe deputeti Gruda tha do të bëjmë fushat, mund të bëjmë edhe fushat, po le ta lëmë fushatën për gjatë kohës që është e parapar me ligjin për zgjedhje. Këtu le të përkujdesemi të qëndrojmë besnik betimit të dhënë dhe tu jemi në shërbim të gjithë qytetarëve. Faleminderit shumë.
kemi deputetin Mihail Bajqinovci. Faleminderit i nderuari kryetari i kuvendit, të nderuar deputet, media, qytetarë të Republikës. Nuk e pata ndërmend ta marr fjalën, por pasi që doli deputeti i Partisë Demokratike dhe tha se është seancë antikushtetuese, unë kam një problem se ati besoj Arsim Bajramit, ati besoj përparim Grudës. Bashkë të melusit të Partisë Demokratike, hartusit të kushtetutës, profesorit të fakultetit juridik, i kam një 30 sekunda se çka thët në emision zoti Bajrami se a është seanca antikushtetuese apo jo për buxhetin në rast se nuk kemi qeveri. Desha ta lëshoj me video sepse do të thuajnë që me citu nuk bën, se nuk është e vërtet. Ja se çka thët profesor Bajrami për këtë seancë. Spaku do të mohej një mbledhje e kuvendit Kosovës, ku do të votohej komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare, do të deblokojë Kosovën sa i përket integrimit evropian dhe do të gjinde një zgjidhje buxhetare. Përfshir këtu edhe gjendjen e punëtorëve të radio televizionit publik apo radio televizionit të Kosovës. Por po e shihni se kemi një apati politike dhe s'po kemi asnjë reflektim të përgjithësisë që parlamenti pas nesër do të shpërndahet, po se s'kemi qeveri, po të ketë një vullnet politik, nesër do të mundet të marrin dy seanca, seanca parë kur konstatohet se ka dështuar zgjedhja e qeverisë dhe pastaj të lejohet të marrë një seancë ndoshta në mbrëmje, grupet parlamentare të takohen dhe të gjejnë modalitetet ligjore dhe Çka po du me thonë është që i kemi pra dy deklarata, një profesor, një hartuesi kushtetutës i cili thot nuk është asgjë antikushtetuese dhe ju kisha lut edhe opozitës të cilën e ceku edhe më herët zoti Murati që nga zyret e kuvendit të Republikës Kosovës të vinë e të votojnë buxhetin dhe mos të lënë Prishtinën në kollaps, zgjilonin radio televizionin e Kosovës dhe institucionet tjera zupin po tokun dhe të gjitha tjera çka mund besin pa paga. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, të nderuar kolegë deputet, nuk kemi deputet tjerë që kanë kërkuar fjalën. Sa për informacionin ndërpres diskutimit këtu, seanca mbetet e hapur në rast se kemi ndryshim të qëndrimeve edhe një bëj thirrje gjithë subjekteve politike, deputetëve të kuvendit që ti bashkangjiten gjithë deputetëve tjerë që të mbledhemi dhe te kalojmë pra këto ligje që janë me rëndësi jetike për gjithë qytetarët e Republikës. Faleminderit.